O gjakun e Zveçanit, kër e kom parë në hyrjet Mitrovicës, do me thonë është pamja e parë që të eshe kur vjen Mitrovic, më kanë gjallë emocion dhe nostalgji shumë, se e kom kujtu që dikon, aty e kom një shtëpi. Po kujtimet, mu parasysh më delke gjyshja ime, që tashma nuk jeton, nuk e di. Okej, pushojna pak, pushojna. Së di së së. U deshëm plot 28 vite që kjo maket dhe kujtimet në këtë shtëpi në komunën e Zveçanit të familjes Berisha këtu mbrapa me, u deshëm pra thuajse 3 dekada që kjo familje të kthehet në tokën dhe në shtëpinë e tyre, edhe përmes këtij reportazhi dhe intervistave që do t'i kryem zbashku me zonën e Zveçanit, ashtu si njihet edhe në TikTok, por po ashtu edhe në jetën e përditshme. Do të munduemi që të sjellim informacionet rreth shtëpisë, historisë së saj dhe tentimit për ta djegur pak javë më parë, kemi pas edhe në Fix & Co intervistën zbashku me zonën. Emocione të pafundme, padyshim, por edhe një energji pozitive është duke mbretëruar momentalisht në familjen Berisha këtu në Zveçan. Ju ftoj ta ndiqni. Brenda një shtëpie që zona e tha me shumë të drejtë që është shtëpia e krejt shqiptarëve. Momentalisht jemi në hyrjen në pjesën e korridorit të shtëpisë zonës dhe jo vetëm zonës, por dhe familjes së zonës. Edhe po mundohemi me nxjerr pak informacion rreth asaj se si ka qenë starti kur jeni kthy pas thuajse 30 viteve. Edhe si ka qenë brenda shtëpia, so ka qenë vështirë veç me hy brenda, jo vetëm me u kthy, po edhe me hy brenda. Sinqerisht, gati 3 dekada mungesa jona në shtëpinë tonë ka qenë kohë shumë e gjatë, edhe impakti i parë, momenti i parë kur na kena ardhur me babin, do me thonë na dytë kemi qenë të parë që kemi ardhur këtu, gjendja në cilën e kemi gjetë shtëpinë ka qenë shumë e rëndë, një thyrje të zemrës e kemi pas, po emocioni që po kthehem edhe mundësia që na tash e tutje kemi me qenë pjesë e kësaj shtëpie, ka qenë shumë e madhe, do me thonë lumturia aq e madhe që na u kthym, ka mujt atë ndjenje negative. Realisht derën këtu që po e shene, ka qenë e mbyllur, nuk kemi pas qasje as me u fut direkt në shtëpi. Përmes atij balkonit, dytë kemi kalu murin, jemi fut, do me thonë një farë forme, kemi qenë duke hyrë në shtëpinë tonë si me qenë ilegal, po prej asaj dite gjithçka ka ndryshuar. Entuziazmi aq i madh, emocionet aq të mëdha, atë euforinë e fillimit që e kemi pas, neve tash 7 muaj po na mban çajo, kemi filluar më një herë me punime, me pastrime, do me thonë gjendja tash nuk është e mirë, se po presim me fillu punimet për me renovu, me restauru komplet shtëpia, mirë po gjendja se çysh ka qenë, edhe tash çysh është kogja një dallim i madh, kemi bë punë pa ndërprer gjithë familja, sidomos prindët e mi, edhe janë me një moshë pak më të shtyr, mbi moshën 60 vjeçare, po e gjithë kjo si emocion pozitiv, si energji që u ka ardhur se po kthehen në shtëpinë e tyne mas 28 vitesh, e kam përballu gjithçka. Zona 28 vite, baba dhe nona, po zona sa vjeçare ka qenë kur e ka lëshu këtë shtëpi? Do me thonë vjeshtën e vitit 98, neve veç na u ka njoftu që na qasje mo në shtëpinë tonë nuk kemi, edhe unë kom qenë për afërsisht 8 vjeqe, unë kom lindën këtë shtëpi, jemi 5 fëmijë të kësaj familje, na jemi 3 fëmijë dhe 2 fëmijë të agjës tem, tash gjithë jemi mbi moshën 30 vjeqare, unë kam qenë më e madhja, do me thonë jam fëmijë i parë i kësaj familje, edhe kogja shumë në memorien edhe në kujtesën tem, kjo shtëpi ka qëndru edhe gjatë të kohës, gjatë
gjitha këtyne viteve të pas luftës, unë sa herë që kom udhthu për Prishtinë ose kur jam kthy prej Prishtinës, o gjakun e Zveçanit kur e kom pa në hyrje të Mitrovicës, domethënë është pamja e parë që ti e sheh kur vjen në Mitrovicë, më kanë gjallë emocion dhe nostalgji shumë, se e kom kujtu që dikon aty e kom një shtëpi. Stani, s'ka lidhje. Kuptohet. Është e kuptueshme. Nuk është lehtë si 8 vjeçare me u detyru me largu. Të kuptoj me emocione, me gjitha, edhe nuk po kam qef me të pa kështu, definitivisht, sepse jam me të pa edhe në rrjetet sociale, në TikTok, edhe në intervista që i kemi pas, për një mes si zonë e Zveçanit, si zonë e malit, kështu që unë i kuptoj emocionet. Për dallim që jem një karakter shumë i fortë dhe kam një temperament dhe një energji të jashtëzakonshme, normal edhe anën emocionale, se është një çështje që gjithëve na ka prek, jo veç mua dhe familjen time, po gjithë dashamerët dhe njerëzit që tashmë na njohin përmes TikTokut tim, është diçka shumë emocionale dhe shumë e madhe që tash po ndodh në këtë pjesë. Këto jo veç për neve, po për gjithë shqiptarët që janë në situatën e njëjtë sikur na. 27-28 vite, thuajse. Kur hina herën e parë, a i vind të era shtëpisë tonë, një farë ere që i kena në për shtëpia, se cili ka pak era që i kemi nostalgji erën e bukës, ose të ushqimit, ose ndoshta edhe veç të rrubave, veç të korridorit. A të kujtu diçka? Më realisht gjendjen që i kemi gjetur, nuk mujt me mendu për këto gjana që po i thu ti, po kujtimet, mu parasysh më del ke gjyshja ime, që tashma nuk jeton. Nuk e di. Okej, pushojna pak. Pushojna. Së di pse sot. Zonë, dhuma e fjetjes, apo jo, por jo vetëm dhuma e fjetjes, ashtë se po e kuptoj që këto janë suvenirët kohës që i kanë mbjetu edhe, le themi, asoj braktisjes së detyrueshme, por edhe situatave tjera. A ka histori kjo? Po, në kohën kur kjo shtëpi ka qenë atë primatin e vetë, kjo dhomë ka qenë shumë e veçantë, siç mundeni me pa prej këtyne mobiljeve që ka mbet, ka qenë një stili oriental të asaj kohe, ka qenë shumë e kushtueshme edhe shumë e veçantë për gjithë ata që na kanë vizitu, domethënë ka bërë përshtypje shumë, e vetmet mobilje që pak a shumë kanë shpëtu një farë forme janë këto, edhe na si familje kemi plan që pasi të renovohet shtëpia jonë, në njërën prej dhomave, na këto mobilje kemi me i restauru, thjesht si një kujtim një identitetit kalumës kësaj shtëpie. Kjo dhomë këtu, unë e kom zgjedhë për vete, se është me falënderit, e ka pamjen shumë të bukur edhe është me balkon. Kur të renovohet shtëpia, do me thonë unë ka me pas që të dhomën. Për gjithë shikus, shtëpia është 2 kat, 3 kat, sa dhoma? Shtëpia është 3 katëshe, i kemi dikon 8 dhoma, është qëndrimi ditor me kuzhinë damas, i kemi 3 banjë, dhe me thonë ka qenë një shtëpi shumë e madhe në kohën e vetë, kapacitet mjaftueshëm, na këtu kemi jetu si një familje e madhe, kanë qenë gjyshrit e mi, aqët e mi, mandej print e mi kanë kriju familjen, aqëa gjithashtu. Musafir kemi pas shumë, kemi qenë shtëpi e madhe, dere e madhe, njerëzit kanë pas qef shumë e artë na për shkak të ambientit, vendi bukur, obori shumë i madh, edhe non-stop kemi pas edhe familjarë tjerë, tash qysh mu më tregojnë, se unë si fëmijë i majmem, po jo ashtu të vizitat her pas here, edhe po, tashti, kur të renovohet kjo shtëpi, identiteti dhe ajo karakteri që ka pas edhe në të kalumën, ka me përcjellë edhe tash familja dhe u rrit, njerëzit gjithë dashamerët, familjarët, edhe tash vina vizitojnë, dëshira aty në është që tash qajnë e mas ditës kafën, marrë në piktët e na, edhe na po e shfrytëzojmë maksimum qaqë sa po kemi mundësi gjatë kësaj sezone. E përmendo oborin, kështu që po dalim pak në obor edhe tek një pjesë që jo vetëm zonës, po më pëlqeu edhe mua e pjesa ande ishte prallërore, kështu që ecim.
zona këtu ende po dëgjohet ose po ndihet era e asaj djegjes që ndodhi, e atij sulmi që ndodhi. E keni pas qëllim të veçantë, po është bërë edhe ma veçantë po nduket. Realisht është dhoma e parë që na e kemi pastru në shpe, kur kemi fillu mrenda me pastru, që dhomë të parën e kemi pastru, edhe atë ditë kur na u dëk që u kthyme një farë normaliteti, na kon shumë të lumtur. Fatkeqësisht sulmi që ndodhi në shtëpinë tonë, kjo dhomë e ka psu, edhe na u ka dash për herë dytë prapë me fillu me pastru, të paktën qasjen me pas këto. Më vjen keq kjo që ka ndodhur, po sido që të jetë, na veç jemi kthy ma të fuqishëm, na po vazhdojmë, na nuk po ndalemi, edhe E di që ka pas interesim, po për shikues normalisht është mirë me tregu që ka pas interesim edhe pak më herë që besa ishte edhe vetë policia e Kosovës, edhe me vizitu edhe vendin edhe ne, ka pas edhe për kraja, apo jo? Pa tjetër, përkraja institucionale ka qenë e jashtëzakonshme, jo prej rastit fundit, po prej fillimit angazhimit tonë këtë pjesë, me vetë faktin që neve na aprovu kërkesa për renovim pronës, do me thonë ai ka qenë starti, pastaj angazhimi jonë këtë pjesë, institucionet e shtetit, zyrtarët shtetëror, institucionet e sigurisë, policia, gjithë përkrajen e pakosh na kanë ofru, do me thonë, në gjitha aspektet që neve na u ka nevojit. Dikush mundet me thonë, e pse pra ndodhi rasti ka ndodhë, se normalisht na këtu nuk jemi 24 orë, rrethojat e shtëpis janë dëmtume, kështu që qasjen në objektën, në borin tonë e ka kushdo gjatë natës, na s'kemi qenë këtu, e kanë shfrytzu qatë hapësirë, edhe e kanë bua atë sënë qyqarë, klikë, po me gjitha të qëllimin që ata kanë pas tendenca atyne ka qenë neve me na friksu, që na mos me vazhdu, që thirrja jem për pjesën tjetër shqiptare të kësaj pjese me hasën vështirësi, që njerëzve mi u shpërndo panik, pasiguri, frik, nuk ja kanë dalë, më vjen shumë keq, gëzona që impakti ka qenë edhe ma pozitiv se që e kemi pasë në fillim, tashtë neve veç na u kanë përshpejtu procedura deri në rikthimin tonë sa ma të shpejtën pronën tonë, kështu që unë i sigurej edhe shqiptarë tjerë që kanë dyshime hala për këtë pjesë, ju lutem shumë, ju që i keni pronat, angazhoheni, më pyetni mu, se unë jam e gatshme me ju ndihmu, informani për krajen e shtetit e kemi qeverisë maksimum të institucioneve, kështu që na duhet me u kthy, me i rinovu, me i rindërtu, thjesht këto toka tona me u jetu edhe me u fol gjuha shqipe përsëri, sikur në shtëpinë tonë që mas 28 vitesh tash jemi të lirë dhe flasim shqip edhe gjithçka është shqipe këto. Ju thash që patë me dalë jashtë, po që tash për një me po dalim jashtë. Sepse kemi po disa pamje ku duket edhe pjesa e djegur totalisht. Operatori kujdeset për këto, ne po shijojmë hapësirën e gjelbër jashtë. Gjelbërim, gjithande një hapësirë goxha madhe, me loj pëm, me loj barishte të shumë të cilat, për 28 vite janë rritur e së rritur e janë bërë edhe gërmada që besa. Dalë jashtë kontrollat. Definitivist. Por zona edhe për krejt ata që dëshirojnë me po komplet, se si është shndruar totalisht kjo hapësirë, është mundësia në rrjetin social në TikTok, por ne po bisedojmë normalisht edhe për shikuesit edhe për vete, po më intereson me ditë zona, po duket që kjo është vendi më i preferuar i yt, apo jo? Realisht kjo pjesa e shkallëve këtu mbas shtëpisë më pëlqen shumë. Po, kur kemi ardhur, me thonë gjelbrimi, kish pas dalë jashtë kontrollës gjithçka, gjithashtu frutat që na i kemi pas përpara, shumicën e pemëve neve na i kishim pre, na pretendojmë tash kur t'rregullohet gjithë situata, shtëpia, kopshti, na kemi mbjell prap. Në fillim ka qenë shumë vështirë se as kemi pas mjete duhura të punës, ka dalë vetna, me dur tona, me energji shumë, e kemi pastru goxha shumë këtë pjesë, se sinqerisht ka qenë si një lloj xhungle. Mundeni ndoshta mi pa edhe prej videove që unë i postoj aty progresin deri tash ku kemi mbri. E çka ja vlen me u cek se në këtë hapësirë dikon prej rreth 10 orë total bashkë me shtëpinë, diku në vitin 88 gjyshja jam e ndjerë ka fitu çmim si kopshti më i bukur në Mitrovic, do me thonë ka qenë një kopsht i hatashëm për kohën, jashtëzakonshëm, shumë i mirëmbajtën.
E që fatkeqësisht tashti nuk I ngjan atij kopshti, po na pretendojmë që me kthyn atë hirin e vjetër ndoshta edhe me te I kalu kismet, edhe na nuk kemi me u ndal. Mundeni ndoshta në bazë pamjeve që I merrni me pa që këtu ka punë shumë, na jemi të punu tash, kemi marrë këtë pjesën prapa këtu, se deri tash kemi punu në pjesën përpara, që me na lecu qasja, që na me mujt me arë, bile gjatë ditës me najtë në bërë, me shfrytzu. Edhe po, tash të printe mi kanë fillun këtë pjesën mrapa, ka dhe dalë dhe këto do ta pastrojmë. Kemi pastru pa fundësisht shumë, kur pa ndalë, bashkë momentin kur mendum që një pjesë shumë e madhe e punëve u kry, ndodhi akti në shpe, pak na ka kthy mbrapa në këtë aspektin e pastrimit, po na do të vazhdojmë. Unë sigurisht që do të tentoj edhe me babin me bo një intervistë, por nga sytë tu, se bia e një babin mas miri. Nuk po du me të pyet për sulmin e fundit, po për arritjen e tij të parë, herën e parë kur keni ardhur këtu, çysh është ndi babi? Valla, me thonë, emocione ka pas shumë, edhe unë e vrejsha, atë në kohën e vrejtejsha, e analizu se cilin cept shtëpis, edhe në sytë e mija ju shëndru një fëmijë të vogël. Ka qenë shumë emocion. Edhe normal, mandej, ai vullneti që neve tash dikush na o bo krah, që na kemi me marrë një ndim për renovim, që tash na e kemi një siguri mu kthy këto, gjithë shka ndryshoj, do me thonë, unë po që ditna me energjinë dhe vullnetin, se tash ajo është pensioner, edhe me punu qatë shumë, edhe mos me undalë me gjithë atë energji, mu po më që ditë shumë, njëtën ko po gëzona, edhe jam tema ose e lumëtën që babi jam e ka prit këtë ditë, mu këthy në shpinë e vetë, ku ajo dhe familja ati kanë derë djerës për me u bo kjo shpi, në kohën kur edhe u ble edhe u ndërtu, jam shumë e lumëtër. Mirë, po 28 vitet që neve na kanë humbë, ato nuk kompenzohen, po na kemi me mundu që tash e tutje maksimumin me jep për këtë pjesë dhe me jetu që është mas miri këto, me familje, me njerëz tonë dashën, me shoqërinë, me gjithë ata që kanë shprej interesim edhe dashamirësi për neve, unë jam shumë falenderuese. Patyshim. Fqinjët janë të gjithë të komunitetit serb, është ndonjë fqinj shqiptar I cili, po them, ka mundësi të kthehet edhe ai këtu? Në përgjithësi, komuniteti edhe para luftës që ka jetu në këtë zonë Zveçanit ka qenë shumit sërbe, janë po ata të vjetrit që kanë qenë edhe para luftës, kemi edhe fqinj shqiptar, po që momentalisht asë një nuk është aktiv këto, na jemi familja e parë që jemi kthy, po me publikimin e historisë tonë, unë mandej më kanë kontaktu edhe familje tjera shqiptare, interesi tyne është shumë I madh për me u kthy, për me bo dhe ata diçka në këtë pjesë, kështu që unë po shpresoj që kjo shtëpia jonë, një shtëpi që simbolizon një farë rezistence, një shtëpi shumë e dashtun tash për publikun, me qenë fillimi një historie të re për Veriun. Shpresoj që edhe besoj që gjanat mira dhe gjanat mdhaja janë të ardhë. Kemi me qenë edhe na dëshmitarë edhe jo dhe gjithë për ndryshimet pozitive në këtë pjesë. Faleminderit Zona. Faleminderit për juve. Nuk është që kryetëm, po të falenderoj në secilin pyetje. Faleminderit. Dashur shikues, pak u ullëm për mi po disa prej, le themi, gjërave që kanë bjetu prej kohës. Njëra prej tyre është kjo Zona, çka të kujton kjo ty? Realisht kjo është një punim dore nga gjyshja ime, të tilla kemi pas shumë këtu në shtëpi. Është e vetmja që I kam bjetu dhe ditën që e kom gjetë shumë jam gëzu. Domethënë është kjo që kam bet prej shtëpisë, njona prej shumë që kanë qenë, edhe tash to kena me rujt shumë. Sigurisht ka me pas një vend të posaçëm. Sigurisht që po, këtu mrenda në shtëpi, aty ku e ka pas vendin, është pak e dëmtume normal, po kështu original kemi me rujt thjesht si kujtim edhe si relike e kohës. Por edhe disa relika tjera, edhe disa gjërat që I kanë bjetuar kohës. Fotën e parë që e kom gjetë në shtëpi ditën kur kemi ardhur, që më ka asocu direkt që shtëpia jam o që kjo, është fotoja agjës tim të ndjerëve tonit. Normal, kornizën e kemi ndru se ka qenë shumë e dëmtume, po këtë foto e kena gjetë mrenda në shtëpi, e kom të postume edhe momentin kur e kom gjetë një foto, edhe po, kjo veç se e tregon që na kemi qenë
trashëgimtarët edhe pronarët e kësaj prune, mandej kemi gjetë edhe disa foto tjera, po sot e kam sjell vetëm këto, se kjo ka qenë e para, ka qenë ai emocioni i parë. Gjithashtu, ky është një këllëf i njërit prej jastëgve që i kemi pas në dhomën lartë që e pam, po, ky ka shpëtu, edhe këta po e ruj me shumë kujdes edhe me shumë dashuri, se thjesht janë reliket kohës, janë kujtimet asaj kohe që na, sa do pak që na kanë mbet, po mundohemi me i rujt edhe me i kthy në vendin ku e kam pas. Edhe është maketa, cilën pak e përmenda unë më herët, por çka është historia e kësaj makete? Këtë maket, agja e Agroni, në kohën kur ka qenë shërbimin ushtarak të asaj kohë që i kanë dërgu djemë të ri, sigurisht prej mallit për shpinë e tij edhe e ka pas një dëshirë, e ka punu vetë, do me thonë është replika identike e shtëpisë. Bile herën e fundit kur u takova me të, pyeta thash a ke pas foto ose naj plan të shtëpisë që e ke bon këtë formë kaq identike edhe për masat, tha jo, veç prej memorjes se ka punu shumë, ka qenë shumë aktiv, do me thonë gjatë ndërtimit të shtëpisë, ka qenë shumë i angazhuar edhe ka kujtu shtëpinë e tij, edhe e ka punu komplet, do me thonë është e dëmtu me pak se na si fëmijë jemi rritë të lujt me këtë shtëpi. Fatmirësisht kjo nuk ka qenë këtu në shtëpi, e kemi pas edhe gjatë tënë këtyne viteve, se unë gjatë kohë studimeve kom jetu të gjyshja jam në Prishtinë, kur kom studiu, edhe kjo ka qenë aty të gjyshja, edhe unë shumë shpesh e kom zonë vetën, të e pa këtë maket, të e kujtu se ku e kom pasun e dhomën, ku ka qenë dhoma prindve të mi, edhe thjesht një nostalgji dhe një mërzi që e kom përjetu në atë kohë, të e pa dhe të e du shumë, është një simbol shumë i veçantë, që tashmë e ka dhe kjo vendin e vetë. Mirë, Zona faleminderit edhe për krejt detajet edhe për emocionet. Vjen shumë keq për emocionet, por ndoshta ka qenë edhe dita për të emocionuar. Normal emocionet janë njerëzore edhe është e pritshme, sado që njeri mundet me qeni fort, në situata tilla ndodhin edhe shpërthime tilla si që pat, po realisht tashmë na jemi shumë të lumtur, gjitha çka neve na asocion tash me këtë situatë, janë lëtgëzime, është lumturia, është impakti i madh në opinion, kështu që gjithçka është pozitive. Fatmirësisht e the vetë, kanë qenë lotgëzimi edhe po shpresoj që kanë mbetë gjithmonë vetëm lotgëzimi, edhe faleminderit për intervistën, për pritjen Alla Mitrovicase, definitivisht, por edhe për muhabetet edhe jashtë kamerës, definitivisht. Kështu që falenderoj shumë ty edhe familjen tonë, edhe po shpresoj që në tarmën e afërt me pas ashtu qysh keni qef ju vetë. Shumë faleminderit kushtrim, prej teje, prej stafit, ka vizionit për interesin, mbështetjen, që disa herë në intervistat ndryshme, jeni të mirë se ardhën çdo herë, shumë shpejt, kur kjo shtëpi të kthehet në atë identitetin e vetë, renovohet, keni me pas ftesë ju edhe gjithë dashamirët me ardhë, por shpresoj me organizu një festë vogël këto për gjithë, edhe po. Me knaci, faleminderit shumë.